Nuk do ta ngrisë LDK-n? Leqë nuk do ta ngrisë LDK-n, por në afat gjatë është hapi ndoshta i parafundit drejt kalimit të LDK-s në një ballë kombëtar që ka Kosova. LDK-ja nuk e ka kuptuar asnjëherë që ajo ka qenë një lëvizje kombëtare shqiptarëve dhe për këtë arsye projekti ndaj saj ka qenë shkatërrues. Siç ka qenë edhe projekti shkatërrues ndaj ushtrisë lejmtare të Kosovës, sepse ato lëvizje që arrin rezultate, të tjerët duan që t'i zhvlerësojnë. Dhe ja ku kemi, domethënë ja ku orientohet një rënje sistematike e lidhjes demokratike në gabim pas gabimi, lëvizja kombëtare që ka ideuar ose i ka bashkuar shqiptarët për pavarësi dhe ka arritur një rezultat. Dhe kemi edhe në anën tjetër luftën ndaj ushtrisë lejmtare të Kosovës deri te dërgimi i tyre në Hag si organizatë kriminale. Të dy organizatat nuk e kanë kuptuar drejt sakt ose e kanë kuptuar disa, por kanë qenë të pafuqishëm për të kundërvënë, por projekti për shkatërimin e tyre ka ekzistuar dhe vazhdon edhe më tutje. Kthimi i Vjosa Osmanit në LDK është në kundërshtim me frymën e rrugëvizmit. Të gjitha figurat që kanë dalë nga LDK-ja në kohën e Ibrahim Rugovës kur nuk janë kthyer, nuk i ka lejuar vetë presidenti Rugova të kthehen, sepse ata që dalin zakonisht për ide karrieriste, për dëshira të veta, për ego të tyre, janë në kundërshtim me projektin kombëtar gjithmonë. Nuk është e rëndësishme kush je, çfarë bën, në momentin kur kalkulon interesat tua më prioritare se diçka të atdheut, atëherë më thonë politika jote do të kthehet në kundër ndihmë për shtetin, në antiveprim.